Përshëndetje dashur miq. Si sot 75 vite më parë, në 26 shkurt 1951, bandat komuniste të kryesuar nga Mehmet Sheu rrëmbyen nga banesat e tyre rreth 400 intelektualë të Tiranës dhe ndërmjet tyre zgjodhën për të pushkatuar pa gjyq vetëm 22. Kjo ishte një ngjarje e cila shkaktoi një panik të madh në Tiranë me pretendimin se këta kishin hedhur bombën në ambasadën sovjetike. Dhe ju e dini që në atë kohë ambasada sovjetike ishte qeveria në Shqipëri. Dhe në kuptim të kësaj, Mehmet Sheu me gjithë bandat e tij që operonin në Tiranë rrëmbeu intelektualët për të cilët i pushkatoi pa gjyq. Sot është një ditë kujtese në fakt, është një ditë kujtese ku duhet të reflektojnë të gjithë, duhet të reflektojnë ata historianë të cilët flisnin deri një muaj më parë për ngjarjen e 4 shkurtit 1944 që ishte bërë nami në Tiranë sepse ishin vrarë disa banditë dhe qeveria kishte vrarë disa banditë sepse këta banditë donin të vrisnin kryeministrin dhe donin të vrisnin kryetarin e komandantin e ballit kombëtar dhe meqense ishin hakmarr, ishte një ngjarje e madhe. Ku janë këta palaço historian? Këta palaço historian me që kanë emra bashkim emri kanë 4 terroristët. Marxin, Engselsin, Leninin dhe Stalinin. Ku janë këta palaço që nuk linin më studio televizive disa javë më parë ku flisin për 4 shkurtin dhe shqisonin këtë një ngjarje makabër? Jo, ngjarja makabër është ajo e 26 shkurtit të vitit 1951 ku qeveria komuniste terroriste e kohës rrëmbeu dhe pushkatoi pa gjyq 22 intelektualë, të cilët janë Luka Rashkovic, Ekuran Troka, Sabia Kasimati, Tevfik Sheu, Pierim Guraziu, Yunus Kaceli, Anton Delhysa, Haki Kodra, Gafur Yegeni, Miftar Yegeni, Manush Peshkpia, Reiz Selfo, Kemal Kasaruho, Zybi Heri, John Tremali, Petro Konomi, Niko Lezo, Pandeli Nova, Thoma Katuni, Mehmet Shkupi, Ali Qoraliu dhe Fadil Dizdari. Këta njerëz sot janë pa drejtësi. Këta njerëz sot kërkojnë drejtësi. Dhe bollumorët me terroristët e kuq, duke përkujtuar edhe duke nderuar dhe duke i lartësuar terroristët e kuq, dhe këta heronj të vërtet intelektual të Tiranës që kanë emër mbi emër dhe kanë të faktuar krimin, të rrëmbimin në banesat e tyre pa asnjë faj dhe janë pushkatuar pa gjyq nga terroristi Mehmet Sheu, sepse duhet t'i serviloseshin ambasadës sovjetike dhe kështu pushkatuar intelektualët. Pushkatuar edhe femra që asnjë pushtues nuk e kishte bërë që të pushkatonte femra. Asnjë pushtues nuk ka arritur të pushkatojë femra dhe fëmijë. Këtë e kanë bërë vetëm komunistët shqiptarë. Pra, e kanë bërë paraardhësit e kësaj partie që sot është pushtet, paraardhësit e kësaj partie që po bën sot një terror, por në një formë ndryshe ndaj shqiptare. Prandaj edhe një herë ju them, duhet nderuar këta njerëz. Duhet nderuar sepse këta janë ata të cilët sot nuk e di nëse janë gjendur të gjithë eshtrat e tyre, por sot ata kanë ditën e tyre dhe duhet nderuar. Dhe duhet nderuar sepse viktimat, sepse ky vend nuk ka respekt për viktimat. Ky vend dhe ky popull ka respekt vetëm për gangsterët dhe horrat të cilët kryejnë viktima. Dhe prandaj edhe një herë lavdi dhe mirënjohje të gjithë këtyre burrave dhe intelektualëve dhe asaj zonje intelektuale si që zonja Kasimati, dhe duhet përkujtuar me qëllim që këto krime mos bëhen më në Shqipëri. Faleminderit.